A flasim pak se çfarë është kanceri kolorektal, edhe cilat janë simptomat më të zakonshme që i kanë pacientët? Kanceri kolorektal është kancer më i shpeshtë se sa i lukthit, domethënë është si mas shpeshtësisë, është diku i treti më i shpeshtë. Pra po flasim për karcinoma në bazë të shpeshtësisë, tek meshkujt numër 1 është i mushkrive, prostata, pastaj kolorektal, kurse tek femrat është numër 1 është gjini, pastaj vjen mushkria, kolorektale, po ashtu e treta. Kanceri kolorektal është po ashtu fatkeqësisht edhe në vendin tonë është mjaft i shpeshtë. Një ndër shenjat apo simptomat kryesore të këta pacient janë prishja e asaj shprehjisë së zbrazjes zorës, herë me pas si kapslak, herë si me pas si diare apo jashtëqitje më të shpeshta. Shenjë alarmante është gjaku në jashtëqitje. Domethënë çdo pacient i cili ka gjakderdhje në jashtëqitje duhet të nënshtrohet një ekzaminimi specialistik. Nuk do të thotë se çdo gjakderdhje është nga kanceri, për arsye se ka edhe sëmundje tjera që japin gjakderdhje, sidomos këto patologjitë që lokalizohen në pjesën distale të zorës trash, hemoroidet, fisurat, fistulat. Por normalisht nëse kemi gjakderdhje, ajo duhet të bëhet ekzaminimi domethënë detaj për me pasë për nga vjen. Edhe te trakti i poshtëm, sikur se trakti i sipër, metodë e artë e ekzaminimit është kolonoskopia. Domethënë kolonoskopia me kamerë të pas një përgatitje adekuate të pacientit, domethënë pastrimin detaj të zorës, futet me kamerë dhe bëhet ekzaminimi nga fillimi deri në fund i mukozës së zorës trash, dhe nëse kemi ndryshime polipoide, ajo largohet, ndërsa nëse kemi sëmundje maligne që është vetëm stad më i avancuar, merret biopsia dhe pastaj vendoset diagnoza dhe tretmani në varësi prej stadiumit. Është shumë e rëndësishme edhe edukimi i popullatës edhe tek ne, por edhe shtetet me medicinë të avancuar, realizimin e endoskopisë e bën diku tek pacientët tek mosha rreth 50 vjeç. Çdo pacient pati probleme apo nuk pati, duhet i nënshtrohet një ekzaminimi kolonoskopik, ndërsa tek pacientët që kanë trashëgim në familje, karcinoma kolorektale apo probleme tjera, duhet i nënshtrohet më herët diku rreth viteve 40. Pra duhet i nënshtrohet një ekzaminimi në mënyrë që nëse ta zëm identifikojmë polipe, ato largohen aty për aty, dhe me këtë formë ekzaminimi ne e kemi parandaluar zhvillimin e një karcinome që mund të zhvillohet pas disa viteve. Doktor, edhe në këto raste janë të vënuar apo vinë me kohë tek kirurgu? Po, karcinoma e kolonit domethënë ka prognozë më të mirë se sa lukthi, kurse rektumi, apo sepse na po flasim për kancer të zorës trash, kolon dhe rektum, po si entitete i ndajmë për shkak edhe të tretmanit, për shkak se kanceri i zorës trash më shpesh i lokalizohet në pjesën distale. Rektumi është ai 15 cm i poshtëm i zorës trash, ku lokalizohet më shpesh i karcinoma e zorës trash. Dhe normalisht që këta pacient ta zëm edhe një ekzaminim digitorektal, qoftë ta bën mjeku i familjes apo mjeku i përgjithshëm, mundet shpeshherë të bëj me ekzaminim digitorektal të palpoj një masë në rektum. Edhe pse është si ekzaminim i turpshëm, shpeshherë pacientat hezitojnë me bë, mirëpo është shumë informativ. Për shkak se, siç u thash, kanceri i zorës trash lokalizohet më shpesh në rektum apo në pjesën distale. Dhe pastaj pas diagnostikimit, modalitetet e trajtimit të rektumit dallojnë nga modalitetet e kolonit, për shkak se nëse është stad më i avancuar, fillimisht ne i dërgojmë për rrezatim dhe kimioterapi, në mënyrë që me zvoglu stadiumin dhe pacientët me bë pastaj më të operueshëm. Sfidë shumë e madhe është, domethënë, që a do të mbetet pacienti me kontinuitet intestinal, pra kur arrim që me largu tumorin dhe me vendos përsëri me anastomoz, apo nga njëherë kur nuk është e mundur të vendoset kjo, me vendos stomën apo gojen, krijimin kirurgjik të stomës, dhe pacientat normalisht
me kry, domethënë, nevojën proces fiziologjik në qese. Edhe kjo, domethënë, krijimi i stoma është një sfidë edhe për pacientët se shpesh edhe nuk kanë informata se çka janë këto, pra mbetet një sfidë e veçantë. Para se të kaloj tek stomat, e përmendë stigmën që kanë pacientët kur shkojnë në vizitë e një kirurg. Çfarë këshille keni për ta? Po, ekzaminimi diktorektal është shumë i rëndësishëm. Domethënë, ne me një ekzaminim shumë thjesht që realizohet aty për aty, afër nga 7 deri 10 cm e poshtëm të zorrës tash i ekzaminojmë me gisht përgjatë tërë cirkumferencës, domethënë të rektumit, se a kemi ndonjë smundje, domethënë apo preket në masë tumorale. Na nga aspekti kështu i inspeksionit ne mund të shohim edhe probleme të tjera siç i theka se a kemi hemoroide, a kemi fisura, fistula që janë edhe këto problematike edhe në trajtim, mirë po krahasu me kancerin janë smundje benine që normalisht trajtohen edhe nuk janë jetë kërcënuese, ndërsa kanceri nëse nuk diagnostikohet me kohë është kërcënues që pacientin në një stad më vonë edhe të përfundon me fatalitet. Kur e sugjeroni ju biopsi në këto raste? Biopsia sugjerohet çdo herë kur takohet kanceri. Unë siç u thash më herët, kolonoskopia është ajo që bën ekzaminimin detaj të kolonit dhe momentin kur konstatohen qoftë ato formacionet polipoide, qoftë ato që janë adenomatoze apo hiperplastike, apo edhe karcinomat invazive, merret mostra për biopsi dhe nëse konstatohet se është karcinom, atër bëhet sikur tek lukthi edhe tek koloni apo edhe tek rektumi bëhet stadifikimi me metoda tjera ekzaminuese imazherike, qoftë EUSI, që është rektumi mjaft i rëndësishëm, ultrazeri endoskopik në përcaktimin e trashësisë se sa ka përfshi shtresat e murit të zorrës tumori, pastaj a janë gjandrat e përfshime, a janë pozitive, dhe pastaj edhe me imazheri, me CT dhe rezonant për përcaktimin edhe të organeve tjera intraabdominale për të pasur se a kemi metastaza apo jo. Dhe pas këtyre, pastaj përcaktohet stadi, çfarë stadi është, dhe në bazë të stadiumet edhe përcaktohet pastaj modaliteti i trajtimit se a do shkojmë direkt në kirurgji apo do të shkojmë direkt fillimisht në kemoradioterapi, që po flas për një protokoll që quhet si protokolli watch and wait, apo me përkthy kështu ma bukfal tek ne duke shiqu, duke prit se si po zhvillohet. Për shembull diku rreth afërsisht 20% e pacientëve që kanë karcinom rektumi pas pranimit të kemoterapisë dhe rrezatimit kanë përgjigje komplete klinike që shërohen totalisht. Por normalisht që duhet të përcjellin në vazhdimsi me endoskopi dhe me imazheri që mos kemi relaps apo një rishfaqje të mëvonshme, mirë po edhe kjo metodë domethënë ekziston, sidomos disa pacientë që hezitojnë, sidomos ata të cilët e kanë të lokalizuar në pjesën fundore afër sfinkterit apo muskulit i cili e kontrollon nevojën dhe ne për me qenë sa më radikal, domethënë mu largu në tërësi tumori, duhet ta largojmë tumorin dhe sfinkterin dhe anusin krejt dhe pastaj vendosin në stomës permanente në abdomen.